Vllaznia në basketbollin e meshkujve është në momentin e vet më të mirë të sezonit, pasi nënshtroi një rival si Tirana në klasikën e kampionatit shqiptar fundjavën që lan pas, ku që blut morën një tjetër rezultat të shkëlqyer. Këtë herë në Ligën Unike Shkodranët e Koshit mundën yllin e Suaregës 79-70. Miqtë mandej kishin fituar periudhën e parë në pallatin e sportit Qezim Tervishi me rezultatin 23-16. Mirëpo të besuarit e trajnerit e Nik Llazani reaguan fort në periudhën e dytë, duke fituar 21-11 e duke shkuar në pushim me suksesin 37-34. Momenti i mirë i vendasve vazhdoi edhe në periudhën e tretë, aty ku e rritën edhe më shumë avantazhe në sajt të fitores 21-16. Vllaznia shkoi kështu në fazën finale të takimit me avantazh 8 pikësh, mirëpo hasi në rezistencën e madhe të rivalëve nga Kosova. Miqtë qëndruan në lojë, duke u afruar me vetëm 2 pikë në një moment të takimit. Rivaliteti ishte vërtet i madh, por shkodranët bën diferencën në 2-3 minutat e fundit të ndeshjes, duke mbyllur gjithçka me 9 pikë avantazh, 79-70. Thomas spikati tek shkodranët me 21 pikë, ndërsa tek miqtë Shoshi me 17 pikë dhe 16 topat kapur në tabelë. Për vllaznin ky është suksesi 2 radhazi në Ligën Unike, pasi kishte fituar në Kosovë kundër Pejës. Në duelet e tjera Apolonia mundi pikërisht Pejën 79-77, ndërsa vllaznimi i Gjakovës mposhti Teutën 109-69.